Një vajzë e re qëndronte e ngrirë, ndërsa rreth saj shpërthyen të qeshura. Gishtat drejtoheshin nga ajo. Zërat tallës mbushnin ajrin. Burri me të cilin ishte detyruar të martohej qëndronte pranë saj në heshtje i varfër, i poshtruar, i nënvlerësuar nga të gjithë. Ata menduan se jeta e saj kishte marrë fund. Ata menduan se kjo martesë do ta shkatëronte. Nuk kishin asnjë ide se kë po e shtynin drejt saj. Mirë se vini në histori të vërteta. Këtu tregojmë histori të frymëzuara nga jeta reale. Histori për presion familjar, padrejtësi, tradhti, dashuri dhe karma. Histori që nisin me dhimbje dhe përfundojnë me mësime që nuk harrohen. Para se të vazhdojmë, na tregoni në komente nga po na ndiqni. Do të do shumë të dija sa larg po arrin historitë tona. Nëse ju pëlqejnë këto histori të thella dhe emocionale, abonohuni në kanal dhe aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Tani let ju tregoj se si filloi gjithçka. Vjolca ishte vetëm 7 vjeçe kur bota që njihte u shua pa paralajmërim. Një ditë kishte prindër, një shtëpi të vogël plot zëra të njohur dhe një emër që thirrej me ngrohtësi. Ditën tjetër qëndronte mes të panjohurve duke mbajtur një çantë të vogël që dikush tjetër ja kishte përgatitur, ndërsa të rriturit flisnin me zë të ulët sikur ajo të mos ishte aty. Askush nuk ja shpjegoi vdekjen në një mënyrë që një fëmijë ta kuptonte. Thjesht i thanë se prindërit e saj nuk ishin më. Për ditë të tëra, pastaj për javë, ajo priti që dikush ta korrigjonte gabimin. Askush nuk e bëri. Kur u qua në shtëpinë e Shpresë Kolës, fqinjet e quajtën një gjest zemërgjerë. Thanë se Shpresa ishte grua e mirë, me zemër të madhe. Vjolca i dëgjoi shpesh këto fjalë me kalimin e viteve, gjithmonë të thëna me krenari, por shumë shpejt mësoi se bamirësia që bëhet për sy të botës nuk ka të njëjtën peshë me dëmshurinë që tregohet në heshtje. Që në mbrëmjen e parë, Vjolca e ndjeu se ishte një mysafire që kishte zënë vend përpara se të ftohej. I treguan ku do të flinte. I dhanë rregulla në vend të përqafimeve, udhëzime në vend të ngushëllimit. Askush nuk e pyeti si ndihej. Askush nuk e pyeti çfarë i mungonte. Shtëpia ishte e pastër dhe e rregull, por e ftohtë, si një vend ku ndjenjat nuk kishin vend. Në atë shtëpi jetonte edhe Jona, vajza biologjike e Shpresës. Që nga fillimi dallimi mes tyre ishte i qartë. Jona fliste lirshëm, kërkonte vëmendje dhe e merrte pa u vënë dyshim. Vjolca mësoi të ecte me kujdes, të fliste pak, të bëhej e vogël. Edhe si fëmijë e kuptoi se hapësira ishte një privilegj që nuk i përkiste. Mëngjeset e nxirrnin më qartë këtë dallim. Jola ulej në tavolinë ndërsa Shpresa i shërbente vetë. E pyeste çfarë donte, ja rregullonte rrobat, i fliste but për shkollën. Vjolca rrinte pranë duke pritur. Nëse mbetej ushqim hante, nëse jo mësonte ta mbante urinë brenda. Ankesa nuk kishte zgjidhje. Uria ishte më e lehtë për t'u duruar se sa poshtrimi. Në shkollë pa barazia e ndiqte kudo. Jona vinte gjithmonë me këpucë të reja, rroba të pastra dhe fletore të reja çdo vit. Vjolca mbante gjëra të përdorura, të trashëguara, me cepa të shtyra. Kur shokët e klasës e vinin re, ajo buzëqeshte me siklet dhe nuk thoshte asgjë. Mësuesit e lavdëronin për qetësinë pa e kuptuar se heshtja nuk ishte karakter, ishte mbijetesë. Pas shkolle Vjolca nuk luante. Ajo punonte, pastronte shtëpinë, lante enët, paloste rrobat dhe ndihmonte në kuzhinë. Jona bënte detyrat në tavolinë ose shikonte televizor. Kur Vjolca mbaronte punët dhe ulej, Shpresa gjithmonë gjente diçka tjetër për t'i dhënë. Pushimi duke i pamerituar, pothuajse i ndaluar. Sëmundjet tregonin një tjetër të vërtetë. Kur Jona ftohej, Shpresa rrinte pranë saj, i matte temperaturën, i sillte çaj dhe shqetësohej me zë të narë. Kur Vjolca sëmurej, i jepej një ilaç dhe i thuaj se mos e egzageronte. Ti je i fortë, i thoshte Shpresa, jo si kompliment, por si kërkesë. Forca nuk ushqehej, ajo kërkohej. Ditëlindjet ishin plagë të heshtura. Ditëlindjet e Jonës festoheshin me njerëz, dhurata dhe fotografi. Vjolca nuk kishte ditëlindje. Ajo ndihmonte në përgatitje, shërbente ushqimin, pastronte pas festës dhe kthehej në dhomën e saj. Ndërsa qeshërit mbusheshin shtëpinë. Askush nuk e vinte re mungesën e saj nga festa. Natën Vjolca shtrihej në shtrat dhe dëgjonte shtëpinë që qetësohej. Përpiqej të mbante gjallë kujtimet e prindërve të saj nga frika se nëse nuk i mendonte do të zhdukeshin përgjithmonë.
Qante vazë sepse kishte mësuar se lotët sillnin vetëm qortim. Me kalimin e viteve edhe lotët u bën të pakota. Shpresa fliste shpesh me krenari për vajzën që kishte shpëtuar. E tregonte historinë si provë të mirësisë së saj. Vjolca i dëgjonte këto fjalë nga dhoma tjetër dhe ndjente një boshllëk të thellë. Njerëzit nuk e dinin çmimin e asaj bamirësie. Me kalimin e viteve, Vjolca u bë e kujdesshme, e përmbajtur, gjithmonë duke u matur. Nuk kërkonte asgjë, nuk protestonte, nuk shpresonte. Heshtjer u bë mburoja e saj. Në atë shtëpi kishte 2 vajza, por vetëm njëra shihej si e denjë për kujdes, mbrojtje dhe dra. Vitet kaluan dhe ajo që dikur ishte vetëm një ndjesi e paqartë pa barazie u kthye në një realitet të fortë, të strukturuar që përsëritej çdo ditë. Në shtëpinë e shpresë Kolës nuk kishte nevojë për rregulla të shkruara për të kuptuar se kush kishte rëndësi dhe kush jo. Gjithçka fliste vetë. Jona po rritej me bindjen se bota ishte ndërtuar për ta pritur atë. Që fëmijë. Ajo ishte mësuar të dëgjojë, të përkrahej, të mbrojë. Kur fliste, shpresa e dëgjonte me vëmendje. Kur qeshte shtëpia gjallërohej. Kur mërzitej gjithçka ndalej derisa ajo të ndihej më mirë. Jona nuk kishte nevojë të kërkonte dashuri. Ajo e kishte të garantuar. Vjolca përkundrazi po rritej duke kuptuar se dashuria ishte diçka e kushtëzuar. Nuk jepej falas. Duhej fituar çdo ditë me bindje, heshtje dhe punë dhe edhe atëherë nuk ishte kurrë e sigurt. Që në mëngjes dallimi ishte i dukshëm. Vjolca zgjoi herët, shpesh para se të binte drita e parë. Pastronte dhomën e ndenjes, fshinte pluhurin, lante enët e mbetura nga mbrëmja e kaluar. Pastaj përgatiste mëngjesin. Jona zgjoi më vonë me qetësi, shtriqej, zgjidhte rrobat e saj dhe dilte nga dhoma pa u shqetësuar për asgjë tjetër. Kur uleshin për të ngrënë, Jona kishte gjithmonë pjatën e mbushur. Shpresa e pyeste nëse donte më shumë, nëse i pëlqente ushqimi, nëse kishte ftohtë. Vjolca hante atë që mbetej, nëse mbetej dhe nëse nuk mbetej, ajo thjesht e pranonte si diçka normale. Në shkollë kontrasti vazhdonte. Vjolca shkonte me rroba të reja, çantë të pastër, këpucë që shkëlqinin. Vjolca mbante rroba të përdorura, të rregulluara sa për të kaluar. Kur shokët e klasës e pyesnin pse gjithmonë ishte kaq e heshtur, ajo vetëm buzëqeshte. Nuk dinte si ta shpjegonte jetën e saj me fjalë të thjeshta. Mësuesit e vërenin se Vjolca ishte e sjellshme, e rregullt, gjithmonë e përgatitur, por askush nuk e pyeti pse ishte gjithmonë kaq e tërhequr. Heshtja e saj u interpretua si karakter, jo si pasojë e frikës për të gabuar. Pas shkolle, ndërsa Jona dilte me shoqe, Vjolca kthehej në shtëpi. E priste puna, lante rrobat, pastronte dyshemen, ndihmonte në çdo gjë që shpresa kërkonte. Nëse ndalonte për një moment, gjithmonë gjendej diçka tjetër për të bërë. Pushimi nuk ishte pjesë e jetës së saj. Shpresa i kujtonte shpesh se duhej të ishte mirënjohëse. Mos harro kush të ka marrë, i thoshte, po të mos isha unë, nuk do të kishe asgjë. Këto fjalë nuk thuheshin me zemërim, por me qetësi të ftohtë që i bënte edhe më të dhimbshme. Ato u bën zë i brendshëm për Vjolcën. Ndërsa Jona rritej me vetbesim, Vjolca rritej me frikë se mos zgënjente. Çdo veprim e mendonte 2 herë, çdo fjalë e peshonte. Ajo mësoi të mos binte në sy, sepse vëmendja zakonisht sillte kritikë. Në festa familjare dallimi ishte i pamohueshëm. Jona ishte gjithmonë në qendër, e përkëdhelur, e përgëzuar. Vjolca ndodhej në kuzhinë duke shërbyer, duke pastruar. Kur dikush pyeste kush ishte ajo, shpresa i përgjigjej shkurt, është vajza që kemi marrë. As emër, as histori. Fqinjet e vërenin këtë pa barazi. Disa gra flisnin me njëra tjetrën, disa tunin kokën me keqardhje, por askush nuk fliste hapur. Ishte më e lehtë të qëndroje neutral se sa të përballeje me shpresën dhe reputacionin e saj. Me kalimin e adoleshencës, kufijt për Vjolcën u ngushtuan edhe më shumë. Çdo dalje kontrollohej, çdo shoqëri vlerësohej me dyshim. Ndërsa Jona kishte liri, Vjolca kishte rregulla dhe këto rregulla nuk u shpjegonin kurrë, thjesht zbatoheshin. Në mbrëmje, kur shtëpia qetësohej, Vjolca shtrihej në shtratin e saj dhe mendonte për jetën që mund të kishte pasur. Nuk ëndërronte me zë të lartë, nuk guxonte. Ajo mësoi se shpresa në atë shtëpi ishte luks. Gradualisht Vjolca e kuptoi se dashuria që merrte nuk ishte e barabartë.
Ajo ndahej sipas gjakut, jo sipas bindjes dhe për të gjithmonë do të kishte kushte. 2 vajza u rritën nën të njëjtën çati. Njëra u përgatit për rehati, tjetra u përgatit për mbijetesë. Dhe kështu Vjollca mësoi një mësim të hidhur që do ta ndiqte gjallë. Në atë shtëpi dashuria nuk ishte e drejtë, ishte e rezervuar. Kur Vjollca mbërriti në moshën kur në lagje fillonin pyetjet për martesë, ajo nuk e pa këtë si një hap natyral të jetës. Për të ishte vetëm një tjetër arsye për ankth. Në shtëpinë e shpresas Kolc fjala martesë nuk u përmend me kujdes apo dashuri. U përmend si zgjidhje, si mënyrë për të mbyllur një kapitull që në sytë e shpresës kishte zgjatur çdo duaj. Shpresa e shikonte Vjollcën çdo ditë me të njëjtin mendim të ftohtë. Vajza ishte rritur, kishte punuar, kishte heshtur, kishte mos kërkuar asgjë. Tani për shpresën ajo nuk kishte më funksion. Nuk ishte vajzë për t'u prezantuar. Nuk ishte krenari, nuk ishte trashëgimi. Ishte thjesht dikush që duhej larguar nga shtëpia shpejt dhe pa kosto. Nuk pati biseda paraprake, nuk pati pyetje për ndjenjat e saj. Nuk pati asnjë moment ku Vjollca të ndihej e përfshirë në vendimin që po merrej për jetën e saj. Gjithçka ndodhi mbi kokën e saj si gjithmonë. Emri i besnik Dodës doli në një bisedë mes shpresës dhe një të afërmeje. Fillimisht si diçka e parëndësishme, pothuajse me humor. Një burr i varfër, i mbyllur, pa lidhje shoqërore, pa emër, pa ndikim. Një njeri që askush nuk e përmendte për mirë, por as nuk e konsideronte rrezi. Kur shpresa dëgjoi për të, nuk pyeti më shumë. Nuk e interesonte karakteri i tij. Nuk e interesonte nëse ishte njeri i mirë apo jo. Ajo mendoi vetëm për një gjë. Ky ishte njeriu që i duhej. Një martesë me të nuk do t'i kushtonte asgjë. Nuk do të kishte kërkesa. Nuk do të kishte pretendime dhe mbi të gjitha nuk do të kishte kthim mbrapa. Në mendjen e saj kjo martesë ishte ndëshkimi i fundit për një vajzë që sipas saj kishte jetuar shumë gjatë nën çatinë e saj. Vendimi u mor pa praninë e Vjollcës. Ajo u thirr një mbrëmje dhe u informua, jo me butësi, por me një ton që nuk linte vend për diskutim. Shpresa i tha se kishte gjetur një burr për të dhe se martesa do të ndodhte shpejt. Nuk kishte pyetje në fjalinë e saj, ishte urdhër. Vjollca e dëgjoi emrin dhe u ndje empir. Nuk e njihte besnikun. Kishte dëgjuar vetëm fjalë të shpërndara, gjithmonë të shoqëruara me përçmim. Ajo nuk guxoi të pyeste më shumë. Frika i kishte mësuar se pyetjet sillnin pasoja. Mos u bë mosmirënjohëse, i tha shpresa kur Vjollca heshti. Nuk do ta gjesh kur dik më mirë. Ajo fjali ishte si një vul mbi fatin e saj. Lajmi u përhap me shpejtësi. Në lagje njerëzit filluan të flisnin hapur. Disa qeshin, disa bënin shaka, disa thonin se kjo ishte ajo që i takonte një vajze të adoptuar. Askush nuk foli për dashuri, askush nuk foli për zgjedhje. Familja e shpresës nuk e fsheu qëllimin e saj. Martesa u organizua me nxitim të dukshëm. Nuk pati plane, nuk pati përgatitje me zemër. Gjithçka u bë shpejt, lirë, pa emocion. Një ceremoni për të hequr një barë, jo për të bashkuar dy jetë. Jona ishte dëshmitare e të gjithçkaje. Ajo nuk tregoi asnjë shenjë kundërshtimi. Përkundrazi, e shikonte situatën me një qetësi të ftohtë. Her pas here lëshonte komente të vogla që e thellonin plagën. Të paktën po martohesh, i tha një ditë. Ka vajza që nuk i do askush. Vjollca nuk u përgjigj. Ajo e kuptoi se në atë shtëpi nuk kishte më asnjë njeri që ta shikonte si qenie njerëzore. Dita e dasmës erdhi më shpejt nga ajo kishte menduar. Vjollca u vesh pa ndihmë, pa këshilla, pa komplimente. Askush nuk e pyeti nëse ishte gati. Ajo ishte thjesht pjesë e një procedure. Kur mbërriti në vendin e ceremonisë, ajo e ndjeu menjëherë atmosferën. Nuk kishte gëzim. Kishte kurjeshtri, shikime të ngulura për shpërtira që nuk fshiheshin. Disa njerëz kishin ardhur vetëm për të parë një skenë. Besniku qëndronte aty i veshur thjesht me një qetësi që binte në sy. Ai nuk uli kokën, nuk u përpoq të justifikonte. Prania e tij dukej se i bezdiste njerëzit, sepse nuk përputhej me pritshmëritë e tyre për një njeri të poshtmuar. Shpresa qëndronte drejt, me fytyrë të ngrënë. Nuk kishte asnjë emocion, vetëm lehtësim. Po mbyllte një kapitull që e konsideronte problem. Ceremonia nisi mes zhurmash dhe komentesh.
Njerëzit flisnin, qeshin, gjykonin. Askush nuk respektoi solemnitetin e momentit. Ishte kthyer në një shfaqje publike. Vjollca ndjeu turpin t'i përvëllonte trupin. Jo sepse po martohej, por sepse po poshtmohej para të gjithëve. Çdo shikim ishte një kujtesë se ajo nuk kishte zgjedhur asgjë. Çdo përshpërtira ishte një goditje. Familja priste hapur që martesa të mos zgjaste. Disa e thonin pa turp, të tjerët e nënkuptonin. Askush nuk besonte se kjo lidhje kishte të ardhme. Në mendjen e tyre martesa do të kthehej trier ose do të zhdukej nga jeta e tyre. Kur ceremonia përfundoi, nuk pati duartrokitje të sinqerta, nuk pati përgjithime, vetëm një ndjesi e rënd përfundimi. Vjollca u largua nga shtëpia ku ishte rritur jo si bija, por si problem i zgjidhur. Ndërsa makina u nis, ajo nuk ktheu kokën pas. Nuk kishte asgjë për të marrë me vete, veçse një histori dhimbjeje. Në atë ditë, vjollca humbi përfundimisht iluzionin se ndonjëherë kishte qenë e pranuar. Dhe ndërsa të tjerët mendonin se po e ndëshkonin, ata nuk e kuptonin se po e shtynin drejt një lete që do t'i trondiste të gjithë. Por për momentin ajo ishte thjesht një vajzë e martuar për t'u larguar, e poshtmuar publikisht, e ndënuar jo për faj, por për ekzistencë. Askush nuk priste që vjollca të gjente paqe pas asaj martese. Në mendjen e njerëzve ajo ishte dërguar drejt një fundi të paracaktuar. Një burr i varfër, një shtëpi e zbrazët, një jetë e dështuar. Askush nuk e imagjinonte që pikërisht aty ku të gjithë prisnin shkatërim, ajo do të gjente për herë të parë qetësi. Ditët e para në shtëpinë e besnikut ishin të heshtura jo nga ftohtësia, por nga kujdesi. Vjollca ishte mësuar me zëra murdhërues, me ton çortues, me fjalë që e bënin të ndihej e padëshiruar. Në atë shtëpi të vogël nuk kishte asgjë të tillë. Heshtja nuk ishte kërcënuese, ishte e butë. Shtëpia ishte modeste, mure të thjeshta, mobilje të vjetra, por të pastra, asgjë luksoze, asgjë për t'u mburur. Por kishte diçka që vjollca nuk e kishte ndjerë kur më parë. Siguri. Askush nuk e shikonte me dyshim. Askush nuk i numëronte hapat, askush nuk i kujtonte se ishte barë. Besniku nuk i kërkoi asgjë ditën e parë. Nuk i dha urdhra, nuk i tregoi rregulla, i tregoi vetëm ku ishte kuzhina, ku ishte dhoma dhe i tha një fjalë të thjeshtë që e tronditi më shumë se çdo britëm që kishte dëgjuar ndonjëherë. Ndihu si në shtëpinë tënde. Ajo fjali i mbeti në mendje gjithë ditën. Vjollca nuk dinte si të sillej me respektin. Nuk dinte si të reagonte kur nuk i kërkoi llogari. Për vite me radhë ajo kishte jetuar duke pritur kritikën. Tani kur ajo nuk vinte, trupi i saj mbetej gjithmonë në gatishmëri. Ditët kalonin ngadalë. Besniku zgjohej herët për punë. Nuk e zgjonte me zhurmë. Nuk i kërkonte të përgatiste asgjë. Kur kthehej, sillte ushqim të thjeshtë dhe ulej pranë saj pa imponim. Fliste pak, por çdo fjalë ishte e matur. Nuk e pyeste për të kaluarën me kurreshti të sëmur. Nuk e detyronte të tregonte. Vjollca e vuri re që ai gjithmonë i linte hapësirë. Nëse ajo donte të fliste, ai dëgjonte, nëse jo, ai nuk e shtynte. Kjo e hutonte. Ajo ishte mësuar që heshtja të interpretohej si faj. Këtu heshtja respektohej. Për herë të parë ajo flinte pa frikë. Nuk zgjohej nga zhurma e hapave, nuk priste qortim në mëngjes. Trupi i saj filloi gradualisht të çlirohet nga tensioni që e kishte shoqëruar për vite. Ishte një ndryshim i vogël, por i thellë. Megjithatë, bota jashtë nuk ndryshoi, lagjaja nuk pushoi së foluri. Njerëzit vinin rrotull shtëpisë së tyre jo për t'i uruar, por për të parë sa do të zgjaste kjo martesë. Komentet ishin të ftohta, tallëse, të mbushura me paragjykim. Do shohësh, nuk do zgjas, thoshin disa. Një vajzë si ajo nuk rri gjatë me një burr pa para, thoshin të tjerë. Është çështje kohe. Përsëritej si refren. Vjollca i dëgjonte këto fjalë dhe ndjente një dhimbje të vjetër t'i zgjohej brenda. Ajo ishte mësuar që njerëzit mos besonin tek ajo, por këtë herë dhimbja nuk e thërmonte. Besniku nuk i kushtonte rëndësi. Ai nuk i përgjigjej askujt. Qëndronte qetë. Kur vjollca i kërkoi falje një ditë pa arsye të qartë, ai u ndal dhe e shikoi me hap. Pse po kërkon falje? E pyeti. Ajo nuk dinte çfarë të thoshte për të. Kërkimi i faljes ishte refleks. Ishte mënyra të shmangur ndëshkimin.
Besniku nuk qeshi, nuk e qortoi, thjesht i tha, nuk e bër asgjë gabim. Ajo fjali e bëri të qante në heshtje atë mbrëmje. Në atë shtëpi Vjollca nuk kishte nevojë të provonte vlerën e saj. Nuk kishte nevojë të fitonte dashurinë me punë të pafundme. Kur ndihmonte ishte zgjedhje, jo detyrim. Kur lodhej askush nuk e qortonte. Besniku nuk e nënvlerësonte thjeshtësinë e jetës së tyre. Ai e quante paqe. Nuk kemi shumë, por kemi qetësi. Kjo qetësi ishte diçka që Vjollca nuk e kishte njohur kurrë më parë. Për vite me radhë ajo kishte jetuar me frikë se çdo ditë mund të ishte dita e fundit në një çati. Tani askush nuk e kërcënonte me largim. Askush nuk i kujtonte se ishte e huaj. Megjithatë brenda saj plagët e vjetra nuk u zhdukën menjëherë. Ajo ende trembej kur dëgjonte zë të lartë. Ende mendonte 2 herë para se të shprehte mendim. Ende ndjente faj kur pushonte. Por besniku e kuptonte këtë pa e pyetur. Ai nuk e shtyu të shërohej shpejt, nuk i kërkoi të ndryshonte. I dha kohë dhe për Vjollcën koha pa frikë ishte dhuratë. Ndërsa njerëzit prisnin dështimin e martesës, shtëpia e vogël mbushej me diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Respekt. Nuk kishte luksoze, por kishte dinjitet. Nuk kishte zhurmë, por kishte qetësi. Dhe për herë të parë Vjollca ndjeu se nuk kishte problem për t'u zgjidhur. Ajo ishte thjesht një grua që më në fund po jetonte pa u frikësuar nga dita e nesërme. Për një kohë të gjatë, jeta e Vjollcës dhe besnikut vazhdoi pa zhurmë, pa ngjarje që tërhiqnin vëmendje, pa shenja që do të bënin dikë të ndalej e të mendonte se diçka nuk përputhej. Ata jetonin thjesht. Ashtu siç e shite lagjaja dhe pikërisht kjo thjeshtësi i bënte të padukshëm. Por ndryshimet e vërteta nuk vijnë gjithmonë me zhurmë. Ato fillojnë me detaje të vogla, të cilat vetëm dikush që jeton brenda asaj shtëpie mund t'i vënë re. Vjollca ishte e para që ndjeu se diçka nuk përputhej plotësisht me figurën që njerëzit kishin ndërtuar për besnikun. Jo sepse ai u bë ndryshe, përkundrazi ai mbeti i njëjtë, i qetë, i matur, i përmbajtur. Por her pas here kishte momente që e nxirrnin jashtë kornizës së burrit të zakonshëm. Fillimisht ishin vizitorët. Nuk vinin shpesh dhe nuk vinin rastësisht. Gjithmonë njerëz të rregullt, të veshur thjesht, por me një qëndrim që nuk i ngjante lagjes. Nuk sillnin dhurata, nuk bënin zhurmë, nuk qëndronin gjatë. Uleshin, flisnin me zë të ulët me besnikun dhe largoheshin pa lënë gjurmë. Besniku nuk i prezantonte si miq të zakonshëm, nuk jepte shpjegime dhe Vjollca, e mësuar prej vitesh të mos pyes shumë nuk e shtiu, por diçka brenda saj filloi të zgjohej. Jo frikë, kur heshtje e qetë. Pastaj erdhën dokumentet, jo letra të zakonshme, jo fatura apo kontrata pune. Ishin dosje të mbyllura, të mbajtura me kujdes, që besniku i hapte vetëm kur ishte i sigurt se askush nuk po dëgjonte. Vjollca e vuri re se ai trajtonte ato me një seriozitet të veçantë. Nuk i linte kurrë pa mbikëqyrje. Nuk fliste për to. Një mbrëmje, ndërsa besniku ishte në dhomën tjetër duke folur me zë të ulët, Vjollca e dëgjoi pa dashje një fjali që e bëri të ndaloj frymën. Nuk është koha ende. Jo, emri im nuk duhet të përmendet. Zëri i tij nuk ishte i frikëshuar, ishte i vendosur. Kur doli nga dhoma, ai u soll si gjithmonë, i qetë, i zakonshëm. Por për Vjollcën ajo fjali mbeti pezull në ajër. Ditët pasuan dhe shenjat u shtuan. Besniku nuk kishte probleme me para për gjërat e domosdoshme. Edhe pse të gjithë mendonin se mezi ja dillnin. Kur duhej diçka urgjente, ai gjithmonë e zgjidhte pa stres. Nuk ankohej, nuk bënte plane me zë të lartë, thjesht vepronte. Njëherë Vjollca e pyeti me kujdes nëse ishte i shqetësuar për të ardhmen. Ai buzëqeshi lehtë dhe i tha, ne jemi mirë. Nuk ishte një përgjigje që vinte nga shpresa. Ishte një përgjigje që vinte nga siguria. Lagjaja vazhdonte t'i përçmonte. Njerëzit i shikonin si çift të përkohshëm. Disa thoshin se besniku po e mbante Vjollcën vetëm për shoqëri. Të tjerë mendonin se ajo do ta linte sapo të gjente dikë më mirë. Askush nuk e merrte seriozisht burrin që zgjodhi varfërinë në pamje të parë. Por besniku nuk reagonte asnjëherë. Vjollca për herë të parë në jetën e saj filloi të ndjej diçka të re, besim. Jo sepse e dinte të vërtetën, por sepse e ndjente që ai nuk po i fshinte diçka për ta lënduar. Kishte mësuar të dallonte fshehjen e rrezikshme nga heshtja mbrojtëse.
E vërteta doli një mbrëmje pa dramë. Nuk pati shpërthim, nuk pati zbulim teatral, vetëm 2 filxhan çaji dhe një heshtje e gjallë. Besniku u sol përpara saj dhe i tha se kishte ardhur koha të fliste, jo sepse ishte i detyruar, por sepse ajo kishte fituar të drejtën ta dinte. Ai tregoi se varfëria e tij nuk ishte rastësi, ishte zgjedhje. Vite më parë ai kishte qenë pjesë e një strukture të fuqishme. Kishte pasuri, ndikim, emër, por kishte ndodhur një tradhti jo personale, profesionale. Dikush kishte shitur informacion, kishte rrezikuar jetë dhe emri i tij kishte mesulluar si mbulesë. Për të mbrojtur ai ishte zhdukur nga ajo votë, jo për të humbur gjithçka, por për ta ruajtur. Pasuria e tij ishte e mbrojtur, jo e humbur. Identiteti i tij ishte i fshehur, jo i shkatëruar. Ai zgjodhi të jetonte thjesht, sepse thjeshtësia ishte e sigurt. Askush nuk kërkon atë që nuk duket se ka vlerë. Vjollca e dëgjoi pa i ndërprerë. Nuk u ngrit, nuk u trondit në mënyrë të dukshme. Brenda saj ndjenja e parë nuk ishte habi, ishte qetësi. Jo sepse pasuria e tij ndryshonte diçka, por sepse gjithçka që ajo kishte ndjerë deri atëherë, tani kishte kuptim. Ai nuk kishte qenë kurrë i vogël, ishte thjesht i padukshëm. Besniku nuk e pyeti nëse kishte frikë, nuk e pyeti nëse donte të largohej. Ai vetëm i tha, nuk të martova me gënjeshtër, të martova me heshtje derisa të ishte e sigurt. Vjollca nuk kyri. Ajo thjesht u mbështet pas karriges dhe e kuptoi diçka thelbësore. Për herë të parë në jetën e saj dikush kishte zgjedhur ta mbronte, jo ta përdorte. Lagjaja ende nuk e dinte asgjë dhe nuk duhej të dinte. Besniku mbeti i njëjti burr për të, i qetë, i drejtë, i respektuar. Pasuria nuk ndryshoi mënyrën si ai e shite. Fuqia e tij nuk u shfaq në urdhra, por në kontrollin e vetes. Për vjollcën tronditja e vërtet nuk ishte zbulimi, ishte realizimi, se të gjithë ata që e kishin përçmuar e kishin gjykuar gabim dhe ajo, vajza që ishte rritur pa dashuri, kishte zgjedhur pa e ditur njeriun e vetëm që nuk e kishte nënbirësuar kurrë. Në atë shtëpi të vogël e vërteta nuk solli frikë, solli stabilitet dhe ndërsa qyteti vazhdonte të qeshte, 2 njerëz ndanin një sekret që do të ndryshonte gjithçka kur të vinte koha, por ajo kohë nuk kishte ardhur ende. E vërteta nuk erdhi si stuhi, nuk ra nga qielli, nuk shpërtheu me zëra të lartë apo me akuza publike. Ajo u përhap ngadalë si një mjegull e dendur që fillimisht nuk e kupton se po të rrethon, por që papritur e sheh se nuk të lë më të marrësh frymë. Në fillim ishte vetëm një ndjesi, një ndryshim i vogël në mënyrën si njerëzit e shikonin vjollcën kur kalonte në rrugë. Syt nuk ishin më përqeshës, nuk ishin më plot mëshirë, ishin të pasigurt, të kujdesshëm, sikur secili po mendonte në heshtje, po sikur të kemi gabuar. Ata që dikur qeshnin hapur, tani ulnin kokën. Ata që flisnin pa turp për martesën e saj, tani ndëronin temë sapo ajo afrohej. Njerëzit nuk kërkonin më shpjegime, nuk bënin më shaka, sepse shakat kishin humbur fuqinë e tyre. Fjala kishte dalë jo në mënyrë të drejtë për drejtë, jo si lajm, por si e vërtetë që nuk mund të fshihej më. Dikush kishte parë diçka, dikush tjetër kishte dëgjuar një bisedë, një tjetër kishte lidhur pjesët. Burri i varfër nuk ishte i varfër. Martesa e dështuar nuk ishte as pak e tillë dhe vajza që kishin poshtruar nuk ishte më e pambrojtur. Vjollca nuk bëri asgjë për ta përhapur këtë të vërtetë. Nuk foli, nuk sqaroi, nuk kërkoi hak. Qëndroi e njëjta, e qetë, e matur, e përmbajtur. Por këtë herë qetësia e saj kishte një peshë tjetër. Nuk ishte frikë, ishte vetëdije në shtëpinë e shpresës së kolës, kjo ndryshim u ndje si një tërmet i ngadalë. Në fillim shpresa nuk e mori seriozisht. Ajo ishte mësuar të ishte autoritet. Zëri i saj kishte peshë, fjala e saj ishte ligj. Mendonte se gjithçka do të kalonte si gjithmonë me pak thashë theme, me pak zhurmë dhe pastaj heshtje. Por heshtja këtë herë ishte ndryshe. Fqinjet nuk i buzëqeshnin më si më parë. Nuk i përshëndesnin me të njëjtin respekt. Disa shmangnin kontaktin, disa të tjerë flisnin shkurt, nuk i kërkonin më mendim, nuk i ftonin më në biseda ku dikur ndjej e rëndësishme. Reputacioni i saj po qahej dhe më e dhimbshmja për të ishte fakti që njerëzit nuk po e akuzonin hapur. Ata po mendonin, por i shikonin të shkuarën. Po kujtonin detaje që dikur i kishin anashkaluar. Pse vjollca punonte gjithmonë? Pse nuk e pam kur të festonte? Pse gjithmonë rrinte në heshtje? Pyetje që nuk kishin marrë përgjigje për vite me radhë, tani kërkonin shpjegim.
Historia e trajtimit të Vjollcës filloi të dalë në dritë jo si akuzë, por si rrëfim. Një vajzë e adoptuar, pa përqafime, pa mbrojtje, pa zë, një martesë e shtyrë për ta larguar, një poshtrim publik që shumë i kishin parë. Dhe kishin heshtur. Dhe tani realiteti kishte ndryshuar. Shpresa u përpoq ta mbante kontrollin. Filloi të fliste për sakrifica, për vështirësi, për rrethana, por fjalët e saj nuk kishin më të njëjtën forcë, sepse përballë saj nuk ishte më një vajzë e qetë, por një e vërtetë që nuk mund të mbulohej më. Goditja e dytë erdhi nga vendi më i papritur. Jona, vajza biologjike e rritur me vëmendje dhe privilegj, filloi të distancohej. Jo sepse ndjeu faj, jo sepse kuptoi andrejtësinë, por sepse drita nuk ishte më mbi të. Njerëzit nuk e shikonin më si më parë, nuk e përgëzonin, nuk e vlerësonin. Dhe Jona nuk kishte mësuar të jetonte pa vëmendje. Ajo filloi të largohej gradualisht nga nëna e saj. Nuk i qëndronte më pranë, nuk merrte më anë, nuk e mbronte. Heshtja e saj ishte një formë braktisjeje. Shpresa e ndjeu këto më fort se çdo thashem, sepse për herë të parë mbeti vetëm me veprimet e saj. Ndërkohë komuniteti filloi të rishkruante narrativën. Ata që qeshnin tani thoshin që gjithmonë e kishin ditur. Ata që heshnin tani flisnin për drejtësi. Ata që gjykonin tani përpiqeshin të dukeshin neutral, por asgjë nga kjo nuk e ndryshonte faktin se dëmi ishte bërë. Vjollca e dinte këtë. Ajo nuk kërkoi falje nga askush. Nuk kërkoi të shfaqsohej, sepse jeta e saj nuk kishte nevojë për aprovim. Ajo ishte ndërtuar mbi durim, jo mbi miratim. Kur shpresa u përpoq ta kontaktonte, Vjollca nuk u përgjigj menjëherë, jo sepse nga hakmarrja, por nga qartësia. Ajo e kuptonte tani se jo gjithë lidhje duhet riparuar. Disa gjëra thjesht pranohen si mësim. Kur u përballën, nuk pati zëra të lartë, nuk pati akuza. Shpresa foli për keqkuptime, për lodhje, për gabime njerëzore. Por për herë të parë Vjollca e dëgjoi pa u ndjerë e vogël. Dhe kur foli fjalët e saj ishin të thjeshta, por përfundimtare. Tani e di kush jam, i tha ajo. Ajo fjali shënoi fundin e pushtetit që shpresa kishte ushtruar për vite. Besniku qëndroi në hije gjatë kësaj gjëje. Nuk kërkoi të dalë përpara. Nuk shijoi rënien e askujt. Ai e dinte se karma nuk ka nevojë për spektator. Ajo punon vetë në kohën e saj. Për Vjollcën ky kapitull nuk ishte vitore, ishte çlirim. Jo sepse u ngrit mbi të tjerët, por sepse nuk ishte më poshtë askujt. Dhe ndërsa karma ndryshoi drejtim, ajo nuk bërtiti. Ajo thjesht vendosi balancën në vendin e duhur. Sëmundja nuk erdhi si ndëshkim hyjnor, por si pasojë e pashmangshme e një trupi që kishte duruar gjithçka pa u dëgjuar kurrë. Shpresa Kola kishte kaluar gjithë jetën duke komanduar, duke kontrolluar, duke vendosur për të tjerët. Trupin e saj e kishte trajtuar po njësoj si diçka që duhet të bindej. Tani për herë të parë ai nuk i bindej më. Në fillim ishte lodhje e vazhdueshme, një lodhje që nuk largohej as pas gjumit. Pastaj dhimbje të paqarta që shfaqeshin në orë të ndryshme të ditës. Shpresa i injoroi. Nuk ishte tip që ankohej. Në mendjen e saj ankesa ishte shenjë dobësie. Ajo kishte mësuar të qëndronte drejt edhe kur gjithçka brenda saj shembej. Por dita erdhi kur nuk mundi më të çohej nga krevati pa ndihmë. Vizitat e mjeku ishte e ftohtë. Dhoma e bardhë, dritat e forta. Analizat e shpërdara mbi tavolinë. Shpresa ul përballë mjekut me shpinën drejt, por duart i dridheshin. Kur dëgjoi fjalën trajtim urgjent, ajo ndjeu për herë të parë një frikë që nuk mund ta kontrollonte. Mjeku foli qartë, trajtimi ishte i gjatë, i shtrenjtë, pa garanci të shpejta. Koha ishte faktor vendimtar. Çdo ditë vonesë kishte pasoja. Shpresa doli nga spitali me dosje në duar dhe boshllëk në zemër. Paratë që kishte nuk mjaftonin. Ndihma duhet gjetur shpejt. Instinktivisht mendja i shkoi te vajza e saj biologjike Jona. Vajza që kishte rritur me kujdes, me privilegj, me mbrojtje të plotë. Vajza që nuk kishte njohur kurrë mungesën. Për shpresën ishte e vetmja zgjedhje logjike. Telefonata e parë ishte e butë. Zëri i shpresës nuk kishte më autoritet. Ishte i ngadalt, i lodhur. I shpjegoi gjendjen, i tregoi analizat, i foli për shpenzimet. Nuk kërkoi shumë, vetëm ndihmë. Jona dëgjoi në heshtje. Tha se do të mendonte, tha se do të shite mundësitë.
Fjalë boshe, por në atë moment shpresa u kap pas tyre si pas një shpëtimi të mundshëm. Ditët kaluan, telefonat u bën më të shkurtra. Mesazhet u përgjigjen me vonesë, pastaj erdhën justifikimet, angazhime, plane, probleme personale, derisa një ditë telefoni nuk u përgjigj më. Shpresa provoi sërish. Heshtje. Provoi një herë tjetër, asgjë. Jona ishte zhdukur. Jo me zhurmë, jo me konflikt, me indiferencë. Ajo zgjodhi të mos sakrifikonte asgjë nga rehatia e saj për një sëmundje që nuk i sillte asnjë përfitim. Dhe për herë të parë shpresa përjetoi atë që kishte mbjellë për vite. Dashuri me kushte. Vetmia u bë e rëndë. Shtëpia dikur plot zëra dhe kontroll. Tani ishte e heshtur. Faturat shtoheshin. Vizitat mjekësore kërkonin pagesa të menjëhershme. Shpresa filloi të shes sende unazon. Bizhuteri të vjetra, gjëra që dikur i kishte ruajtur për krenari. Çdo send i shitur ishte një copë krenarie e humbur dhe atëherë mendimi që kishte shmangur gjithë jetën ju kthye me forcë. Vjolca, vajza që kishte rritur me përqafime, vajza që kishte trajtuar si barë, vajza që kishte larguar përmes urtëmërisë, vajza që dikur i lutej me heshtje. Tani ajo ishte dera e fundit. Vendimi për të shkuar tek ajo ishte më i vështirë i jetës së shpresës. Çdo hap drejt asaj shtëpie i sillte ndërmend fjalët e ashpra që kishte thënë, urdhrat, përbuzjen, heshtjen. Ajo ndaloi disa herë rrugës duke menduar të kthehej mbrapsht, por frika nga vdekja ishte më e fortë se krenaria. Kur mbërriti para derës së Vjolcës, duart i dridheshin, trupi ishte dobësuar. Nuk ishte më gruaja që dikur hynte në çdo shtëpi me kokën larë. Ishte një grua e sëmur, e frikësuar. Kur dera u hap, koha u ndal. Vjolca e pa përballë dhe për një moment nuk e njohu. Gruaja përballë asaj ishte e zbetë, e dobët, e përkulur. Nuk kishte më autoritet, nuk kishte më forcë, vetëm nevojë. Shpresa qëndroi në prag, nuk hyri, nuk guxoi. Kam nevojë për ndihmë, tha me zë të thyer. Ato fjalë ranë rënd. Vjolca ndjeu zemrën të rritë fort. Kujtimet u kthyen me forcë, netët pa ushim, fjalët që e kishin bërë të ndihej e pa vlerë, martesa e imponuar, turpi publik. Shpresa filloi të fliste. I tregoi për sëmundjen, për trajtimin, për braktisjen nga Jona. Lotët i rridhnin pa kontroll. Për herë të parë nuk po justifikonte, po lutej. Ajo u përkulroi, por sepse nuk kishte më fuqi të qëndronte drejt. Vjolca e dëgjoi në heshtje. Çdo fjalë ishte një plagë e vjetër që hapej sërish. Por këtë herë ajo nuk ishte vajza e vogël që lutej për mëshirë. Ajo ishte gruaja që gjishte zgjedhje. Rolet u kthyen plotësisht. Pushteti nuk ishte më në anën e shpresës. Nuk kishte më urdhra, nuk kishte më kontroll, ishte vetëm varësi. Vjolca mori frym thellë, nuk nxitoi, nuk premtoi menjëherë. Ajo e kuptoi se ndihma nuk ishte çështje që parash, ishte çështje dinjiteti, kufi, vetë respekti. Dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo kishte fuqinë të zgjidhte pa frikë. E kaluara ishte kthyer jo për hakmerrje, por për llogari dhe këtë herë çmimin nuk e vendoste më shpresa. Vendimi nuk u mor atë ditë. Vjolca nuk ul menjëherë për të vendosur nëse do të ndihmonte apo jo. Pasi shpresa u largua nga dera e saj e dobët dhe i thyer, Vjolca qëndroi për një kohë të gjatë pa lëvizur. Nuk e mbylli derën me forcë. Nuk u mbështet pas saj, thjesht qëndroi aty duke ndjerë se diçka e rëndë kishte kaluar përmes saj. Për herë të parë në jetën e saj, ajo nuk ndihej e detyruar të vepronte menjëherë. Dikur çdo kërkesë ishte urdhër, çdo shikim i ftohtë ishte dënim, çdo heshtje ishte paralajmërim. Tani gjithçka ishte ndryshe. Ajo kishte kohë, kishte zgjedhje, kishte veten. Netët që pasuan ishin të gjata. Jo për shkak të frikës, por për shkak të mendimeve. Vjolca riktheu në mendje gjithë jetën e saj, fëmijërinë pa përqafime, rinin pa zë, martesën e imponuar, turpin publik dhe tani gruan që kishte qenë burimi i gjithë asaj dhimbje e shtrirë në shtrat spitali duke pritur shpëtim. Pyetja nuk ishte nëse shpresa e meritonte ndihmën. Pyetja ishte se kush ishte Vjolca sot. Besniku nuk e shtyu, nuk i tha çfarë të bënte, vetëm e dëgjoi. Dhe kur ajo i tha se ndihej e ndarë mes zemrës dhe kujtesës, ai i tha diçka që e ndihmoi të shihte qartë. Ndihma jote nuk e ndryshon të kaluarën, por mënyra si vepron sot e tregon kush je. Kjo fjali nuk e çliroi menjëherë, por i dha drejtim.
Vendimi u mor në heshtje. Vjollca zgjodhi të ndihmonte. Jo sepse i detyrohej, jo sepse kishte frikë nga gjykimi i njerëzve, jo sepse donte falje, por sepse nuk donte që jeta e saj të ndërtohej mbi hakmarrje. Ajo pagoi për trajtimin, rregulloi dokumentat, siguroi që shpresa të merrte kujdesin e nevojshëm. E bëri këtë pa zhurmë, pa lajmërime, pa dëshirë për t'u dukur. Kur shpresa e kuptoi se ndihma kishte ardhur nga vjollca, reagimi i saj nuk ishte gëzim, ishte hutim. Ajo nuk e priste. Në shtratin e spitalit, e dobët dhe e lidhur me aparate, shpresa e ndjeu për herë të parë se jeta po i jepte një mësim që nuk mund ta shmangte. Vajza që kishte përullur tani po e mbante gjallë. Jo për shkak të dashurisë që kishte marrë, por për shkak të ndërgjegjës që kishte ndërtuar vetë. Kur vjollca e vizitoi, nuk pati përqafime, nuk pati lodh dramatik, nuk pati premtime për të ardhmen, vetëm një përshëndetje e thjeshtë dhe një qëndrim i qetë. Shpresa u përpoq të fliste, të kërkonte falje, të shpjegonte, të justifikonte, por fjalët e saj tingëllonin të vonuara. Jo sepse nuk ishin të sinqerta, por sepse koha për to kishte kaluar. Vjollca e dëgjoi, nuk e ndërpreu, nuk e akuzoi, nuk e ngushëlloi, vetëm dëgjoi. Dhe në fund i tha me qetësi, të ndihmova, sepse kështu jetoj unë, jo sepse ajo që ndodhi mes nesh u shërua. Ato fjalë ishin të rënda, por të drejta. Shpresa mbijetoi, trajtimi funksionoi, trupi u përmirësua, jeta ju zgjat, por diçka tjetër nuk u rikthye më kër. Pushteti që kishte pasur mbi vjollcën dhe lidhjen që kishte shkatëruar me duart e saj. Ajo u kthye në shtëpi si një grua tjetër, jo më e fortë, jo më e urtë, por më e vetëdijshme për humbjet që nuk rikthehen. Ndërkohë Jona u përball me pasojat e zgjedhjeve të saj. Kur njerëzit kuptuan se ajo kishte braktisur nënën e saj në momentin më të vështirë, qëndrimi ndaj saj ndryshoi. Nuk kishte më admirim, nuk kishte më përkëdhelje, vetëm heshtje dhe distancë. Ajo u përpoq të rikthehej kur gjithçka u qetësua, e shfaq sërish me buzëqeshje, me justifikime, por vendi i saj nuk ishte më aty, as në sytë e nënës, as në sytë e komunitetit. Dikur ajo kishte gjithçka pa sakrifikuar asgjë. Tani kishte mbetur vetëm me veten. Vjollca nuk kërkoi kur të shite Jonën të poshtëruar. Nuk kërkoi hak. Nuk foli keq për askën. Por karma kishte bërë punën e saj në heshtje, jo me zhurmë, jo me skandal, me pasojë. Jeta e vjollcës vazhdoi. Ajo nuk u kthye për të ndërtuar atë që ishte shkatëruar. Nuk u përpoq të krijonte lidhje të reja me njerëz që kishin dështuar në prova të rëndësishme. Ajo e dinte se falja nuk do të thotë rikthim dhe mëshira nuk do të thotë harresë. Ajo zgjodhi qetësinë. Në shtëpinë e saj ajo vazhdoi jetën me dinjitet, me kufi të qartë, me zemër të hapur, por jo të mbambrojtur. Ajo kishte mësuar se forca e vërtet nuk është të durosh gjithçka, por të dish kur të ndalosh. Historia e saj u përhap në mënyrë të heshtur, jo si thash, si mësim. Njerëzit filluan të flisnin ndryshe për të. Jo si vajzën e adoptuar, jo si viktimën, por si gruan që zgjodhi drejtësinë pa u humbur veten. Dhe aty qëndron mësimi i kësaj historie. Mirësia nuk e fshin mizurin, falja nuk e riparon atë që është bërë thyrë dhe karma nuk nxiton, por nuk harron kurrë. Vjollca nuk fitoi sepse u bë më e fortë se të tjerët. Ajo fitoi sepse nuk lejoi që dhimbja ta shndërronte në atë që e kishte lënduar. Dhe kjo është fitoria më e rrallë nga të gjitha.